Gjykata sjell në vëmendje se vendimi i mbledhjes gjyqtarëve i datës 9/10/2025, që ju kundërshtoni, është marrë gjatë fazës së shqyrtimit paraprak, fazë në cilën mbledhja e gjyqtarëve vepron në dhomë këshillimit dhe subjektet e interesuara nuk janë përcaktuar ende, prandaj nuk mund të thirren për të dëgjuar. Tashmë ju mund ta bëni këtë në seancë dhe të paraqisni qëndrimin tuaj dhe për të çështjen në respekt të parimit të kontradiktoritetit. Mirë. Kemi kërkesa të tjera? Duket sikur nuk ka. Atëherë, jap fjalën relatores së çështjes, zonjë Sonila Betja, për relatimin e çështjes objekt shqyrtimi. Faleminderit, zonja kryetare. Atëherë, kërkuesi është zgjedhur kryetari i Bashkisë Tiranë për herë të parë në zgjedhjet për qeverisjen vendore të vitit 2015 dhe më pas është rizgjedhur në zgjedhjet e viteve 2019 dhe 2023. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, bazuar në kallëzimin e datës 19/7/2023, ka regjistruar procedimin penal numër 27/2024. Në ngarkim të disa shtetasve, përfshirë dhe kërkuesin, si i dyshuar për kryerjen e veprave penale, korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose i zgjedhurve vendor të kryen bashkëpunim dhe pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale të kryen bashkëpunim të parashikuar nga anëna 260 25-287 paragrafi 2 i Kodit Penal. Mbi kërkesën e prokurorisë posaçme, gjykata e posaçme shkallës parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar me vendimin nr. 7 akti datë 9/2/2025 ka vendosur ndaj kërkuesit caktimin e masës sigurimit personal arresti në Burg. Ky vendim është lënë fuqi nga gjykata e posaçme apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar me vendimin 13 datë 13/3/2025. Aktualisht kërkuesi ndodhet në institucionin e ekzekutimit vendimeve penale Durrës, seksioni para burgimit. Rreth 7 muaj pas ekzekutimit masës sigurimit personal arresti në Burg, në datën 18/9/2025, Këshilli Bashkiak i Bashkisë Tiranë ka kërkuar thirrjen e mbledhjes së radhës, në rendin e cilës janë përfshirë dhe 3 propozime për shkarkimin nga detyrat kërkuesit, me motivacionin e mos paraqitjes për më shumë se 3 muaj në funksionin e tij kryetarit bashkisë. Në datën 22/9/2025, kërkuesi është drejtuar Këshillit Bashkiak të Bashkisë Tiranë me kërkesën për të njohur, dëgjuar, mbrojtur, si dhe për të dhënë sqarime në mbledhjen e këtij këshilli lidhur me çështjen e tij.